Pamjet e sjella nga kamera e televizionit Apolloni përkasin bregdetit ranor të Divjakës. Një vijë bregdetare me gjatësi rreth 5 km tashmë është mbuluar me mbeturina të nxjerra nga dallgët e detit. Bashkia e Divjakës kufizohet nga 2 lumenj, Shkumbini dhe Semani, të cilët grumbullojnë mbeturinat e pastaj shkarkojnë në det. Kjo sjell një katastrofë ekologjike për ambientin dhe për gjallësat e detit Adriatik, duke i dhënë bregdetit ranor të Divjakës një pamje të trishtueshme, sidomos në këtë stin pranverore, ku Divjaka është një nga destinacionet kryesore turistike. Drejtuesit e institucioneve të Bashkisë Divjak, të cilët merren me pastrimin e vijës bregdetare në drejtimin e kryebashkiakut Josif Gorea, përpiqen të minimizojnë këtë situatë emergjente. Në këtë kontekst, Ministria e Mjedisit dhe Turizmit promovon çdo ditë në rrjetet sociale numrin e lartë të turistëve në Shqipëri, por Divjaka mbetet përballë mbeturinave, duke shkaktuar dëme të parikuperueshme në lagun, në gjallësa, tek shpendët dhe karakterin unik të mjedisit bregdetar. Mbeturinat përbëhen kryesisht nga materiale të hedhura në mënyrë të gabuar në një vend të papërshtatshëm, si kanaçe alumini, kuti kartoni e shishe plastike. Në kundërshtim me ligjin, askush nuk ndërhyn dhe bregdeti ranor i Divjakës kthehet në një landfill të mbeturinave, duke na kujtuar hidhërimin e detit që dikur na kërkonte disa turistë. Ndotja përmes mbeturinave është një ndikim njerëzor në mjedis dhe mbetet një problem serioz mjedisor në shumë zona të Shqipërisë.